Mirë mbrëma, faleminderit, jam mirë, ju si jeni. Shenja e virgjëreshës, javën në vazhdim e kam ndikime pakës të përzira, jemi në fazën ku mund të gjejmë rrugëzidhje, por jemi shumë të shpërndar, pak më tepër që mund të jemi në një periudhë mund të jemi disi më të demoralizuar, sepse jemi hasur me shumë probleme. Pikat ku ne kemi pasur shumë shpresa, pra në të vërtet mund mos kenë dalë ashtu. Mbështetja që kemi menduar se do të merrnim, ndoshta nuk e kemi gjetur. Por jemi ende në kohë që t'i rishikojmë edhe një herë ngjarjet, ashtu siç ka ndodhur vërtet, pra me një sy pak më tepër realist, sepse mund të jemi futur vërtet në një periudhë disi më pesimiste gjatë kësaj periudhe, si rrjedhë problemeve të shumta që kemi pasur, nuk është se e keni fajin, domethënë. Gjatë kësaj jave kemi mundësi në lidhje me karrierën, në lidhje me të ardhurët materiale, kemi mundësi që të kryejmë partneritete shumë më të fuqishme dhe kemi edhe mundësi që në qoftë se bëjmë disa investime të kontrolluara, njëjëlloj siç ishte edhe javën e kaluar, të marrim dhe të ardhurë materiale vërtet shumë të mira. Por jemi shumë të shpërqendruar këtë javë, ndryshe nga çfarë ishte java tjetër, duke qenë se vazhdimisht do të na dalin përpara pengesa që ne nuk i kishim imagjinuar. Pra, sado mirë që të analizoni situatën, vërtet që mund të dalin përpara disa probleme të cilat nuk i kishin planifikuar. Për këtë arsye, do t'ju këshilloja që në qoftë se përballen me një farë vështirësie, çfarë do lloj vështirësie që të jetë kjo, t'ju këshilloja që të drejtoheshit tek shoqëria juaj, persona normal që keni besim, sepse nuk mund të drejtohemi kudo. Këta personë do t'ju ndihmojnë që të shikoni aty ku duhet dhe që të gjeni dhe zgjidhjen shumë më thjesht. Mund të merrni të njëjtën ndihmë edhe nga familjarët tuaj, por në këto momente mund të jeni pakës më tepër dyshim pra kundrejt familjarëve, si rrjedhoj do të këshilloj që më tepër të drejtoheni tek shoqëria. Eksperienca e jetës dhe kjo ka një ndikim vërtet shumë të madh, por për ju vërtet që në këto momente jeni shumë pesimist dhe eksperienca e jetës mund të shpjegoj pak më tepër aty, prandaj vërtet që do të këshilloj që të merrni një mendim nga jashtë, nga dikush tjetër, kushdo që të jetë ky. Një person që keni besim pra. Në lidhje me shëndetin, gjatë gjithë javës në vazhdim do të kemi ndikime pozitive. Mund t'ju dalin përpara persona që do t'ju drejtojnë drejt një kure e cila deri në këto momente nuk keni përballur. Ose mund të përballeni me persona të cilët do t'ju hapin horizonte të reja, të përdorni për shembull sportin, ushqimin e të tjerë, pra mënyra të tilla më efikase që të ndryshoni komplet regjimin tuaj, në mënyrë që të keni një jetë më të shëndetshme dhe si rrjedhoj të bëjnë ta anashkalon dhe problemet që mund të keni pasur me shëndetin deri në këtë moment. Faleminderit. Pafshim.